përmbledhje tani, doktori bashkë me shoferin e autobusit të dashuruar me të njëjtën vajzë. Marrëzisht, ekstremisht, vendos shoferi i autobusit të ikin në një udhëtim prej 7 ditësh me autobus dhe i thot kësaj vajzës, Sarës, po t'jap 7 kokra moll, i thot. Ua, thot faleminderit. Edhe ikën ky. Edhe pse ja dha këto 7 kokra moll shoferi i autobusit, Sarës, dhe ç'lidhje ka doktori? Se? Pyesim telefonuesin, alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Ua, po ku je, o Bekim, po na ka marrë malli. Po ne këtu jemi. Ua, po a kishën mirë? Mirë. Na bëhet qefi. U bë kopa folur o Bekim. Po thuaj se të kishëm harruar Po tani kemi edhe në periudha heshtje. E qartë, po urojmë që të kesh qenë mirë. Se si ju presim, Si ju presim. Ke drejt? Do më thënë, pas kam betur hatri diku. Diku pas kemi gabuar. Pas kemi gëlltitur një lugë çorb të prishur. Dhe ti ke mbajt hesht. Qëndrimet e tua. Më mirë hesht. Jo më s'kam mbajt qëndrim u kështu më mirë heshta. Foli vetë heshtja. Marrim përsipër përgjegjësitë tona, Bekim, kudo që e kemi shkelur, kërkojmë falje. Unë pres të thot ai që jo me jo se s'keni shkelur gjë? Jo, nuk e thot këtë Bekimi. Ua, qeshi. Ndodhi e papritur. Se prinje, kështu. O Bekim, po mirë kanë shkuar punët, gjërat, jeta? Mirë. Je lodhur, je mërzitur, apo kështu si gjithë? Jo, rutinë e përditshme. Rutinë. Edhe mos na ka mbajt mirë. E, shqyqyr se. Ku e bënte plazhin Bekimi? Hajte të agjeju unë. Sot e kam qena pasditja e Mërkurës dhe deri tani jam po bëj plazhin këtu në Tiranë. Jo. Pas ka ardhur në Tiranë. Je transferuar? Sa mirë. Jo, s'jam transferuar, për që një festë familjare. Sa mirë. Edhe Zoni gjithmonë. Shorten edhe merë dhe 2 vajzat. E madhe janë në Gjermania dhe 2 të në Po pas ke patur super gëzim, sidomos kër mblidhet familja. Jo, ditëllinjën e bashkërorët. Edhe 100, vetëm të mirat keni, gjithë bashkë. Faleminderit. O Bekim, si ju duk metropolli? I zhurmshëm, Asnjë gurgullim, lumi asgjë. Në koha që kam qenë në shkollë mesme, shkollë lartë tu, kanë ndryshuar shumë, të u kam qenë 55 ashtë. Se ka ndryshuar, gati nuk njihet më Tirana. Tani humbim dhe ne rrugën për ditë. Çdo ditë që zgjohemi, shohim diçka të re, ngritë. Nuk e tim se ku vemi. Po, fiks, nisemi për shtëpi, edhe vetëm kur shikon që kanë devijuar trajektore në rrugës. Bukur. Bekim, me çfarë do luajmë? Me këngën, apo të dyja bashkë? Po, them të luaj me këngë, se atë... Me doktorin? Nuk ka një ditë qartë për atë thënjën. Oke, mirë, luaj me këngën. Gati regjia, ngreje zërin edhe të gëzojmë e të festojmë. Pse të festojmë? Se gjë në Bekimi dhe. Qa kujtime son të pronda vetës maj, asta i shtukete. Me syze ka qenë, jo? Mbani pa syze o fi. Bekimi s'pranon asë ndima? Jo, ka pas dhe një nishan. S'pranon? Muda është goca asaj, apo jo? Ose ati? E ati. E ati? Po, më thënë, bëm babatët të njaj me këshu me... Me kapelle Republik. Okej. Ke në një ide, Bekim? Nga fisim ule. Po. S'ke në një ide. Mirë, e rëndësishme është që folëm, u takuam, u çmallëm, morëm vesh shumë gjëra nga ty dhe jemi të lumtur që je mirë. A bët qefi që na more prap, pavarësisht se pas kemi bërë një gabim, por e rëndësishme është që kalon. Dakord. Mirë. Për qafim, Bekim. Dakord. Kalofsh bukur me familjen tënde, me vajzat e tua, me bashkëshorten, dhe vetëm të mirat keni dhe gëzime. Dakord o Bekim? Ke ikur Bekimi tani? Ha, ka ikur? Po, nuk ndishë. Po s'na thasë miru pafshim. Edhe pasaj nge latri me ne. Bekimi s'di normat e mirësjelljes, thotë, miru pafshim.
Faleminderit o zemru Se gjeta dorëzohem. Po mirë, ne jemi tolerant nga natyra. Ata mërziten me ne nuk mërzitemi kur me ata. Ka nge latrit e në. Dhe iki. Do ikesh, po pritë se na duhet të gjysmat e mollës, 2 gjysmat e mollës t'i gjejmë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. O, mirëmëngjes Elman, po si je? Mirëmëngjes. Jo, s'jam Elmani, jam Berishani. Po, mirë, t'fala. Po, Unë kam ma qef kur unë gjekë, se sa kur unë marrë në telefon, po u mora vetëm për i diska më thonë. Ha një. se ti ke perla ato që tua. Jo, Vetëm i ka firmos blu. E prej. Si blu, jo ba tjetërin. Nga gjitha jo hapje, vetëm kjo të bëri për shtypje. Jo, me habite i diska. Si televizorin shqiptar, si ajo Java News, nuk i japin Lajmet sakta, e prisnim për te, po ku ishte dezinformimi? Se ku dezinformuam? Jo, prit pak, prit. Jo. Nga që vitën që afoli djelaj. Po ta paraqitëm si vitan. Të gjitha, po tani në... Edhe në ta Java News, edhe shumë gabim, a i ka folë shumë e zërë, në fund fare ka thënë, do të fitojnë Berisha dhe i qaj gishtat për pjetë. Po shumë mirë më ti qoj gishtat për pjetë, se për atë po pagua që qoj gishtat për pjetë, po kë, seriosisht e ke ti. Shumë kohë humni me sa gjona që nuk janë domosdoshme. Shiko. Jo, e ke gabim. Tituj zakonisht janë tituj, ku ty të joshin që të klikosh lajmin, dhe kjo nuk varet nga ne dhe as nga... Po ki tje si kështë e vdek, po do si aji, si me cigali që arësaj. Kusha? Kush, kështë e vdek? Aji që kështë e vdek 77 vjeç. Kush kështë vdek 77 vjeç? Se kemi sjellë në vëmendje, nuk e di për cilin lajm e ke fjalë. Ma shi e dhatë ju, jo dhatë, atë... Sotë? Si kështë 77 vjetojnë, kështë e vdek 77 vjeç. Mos po thua për ngjarjet historike. Ajo. Çfarë kishte që nuk shkonte aty Berishan? Elman. Kokën e vaj, aji si edhe në këtë drama. Dakor. Nese, mos merrem me këto, po ç'ke bërë një herë në një gjë të bukur, hajde na tregosh shpejt. Si po shkon në fushatë? Vetëm kena punua, jena bo manjak leku. Qysha. Zoti të shtofti natin. Apo fiton? Zoti aty. Apo fiton gjë? Nuk jam keq, mashallah. Na bëhet qefi. Kur ke ti kemi dhe ne. Kemi dhe ne këtu, pa. Kam ca gjona me qira. Mos i tregosh. Mos i trego se... Nuk është mirë. Unë kam ditë me i ba lek, do di edhe me i rujt. Kjo që ka më e bukra, kjo që ka më e mira, të dishtiruash. Ne budallë, ne vetëm bëjmë. Kam pasi shokën burgën, thashtu, qa pa po sot? Ta sot ta pi qa dua, tha bëj qa dua, tha bëj s'ka dua, tha. Tani, dhe luajmë? A mund se, është problem ku lu me ju se në telefonu gjë njërë, kurse të bja të zoj me gju kongën. Do me gju kongën, apo? Hajt kongën, gjata përshtes se lushin një dhe atë ideonin nga Elbastanin. Një kanë kanale tjera kur flasin. O, bravo! Prapë në telefonuar edhe? Po, kanë telefonuar. Ideon po flasin edhe, ideonin bine ka gjithë mendim me muë. Shishi. Ashtu, a? Të njëjtin mendim e ke fjalën për... Po pse të shie, njëf ka mirë kë Elmani, se i thotë emrin Ilirian. E kupton sot, kanë të njëjtat mendime me mua, e ka fjalën për simbolet që përfaqësoj. Qartë. Në stelacën e tropit. Ati. Mirë ta dëgjojmë këngën tani. Hajde. Zemra ime Shqipëri. Hajde të gjithë bashkë. Po ta kishë lënë edhe pak. Ha, Berishan. Ore që është zoj gjuhë, më është gjaj gjuhë, pa nuk e gjova mirë, për zotin nuk e ka që me aqu zonin, bje zonin me vonet. S'ke farë. E lëm farë. Riku i thonë shkurt. Ja kështu do fitojnë këta, duke e thënë ne, duke e përgati. Jo, gjithmonë kam dhesh me mbutat e mikun tim, së të gjokën. Sot du një mik tjetër, shkurt e të rasin Riku. Riku. Mo një Rik ka Shqipëria. E ka ndi nga Shkodra me origin. Ka dhe një motor pastaj.
Njëra nga mu. Me drejt ndocin. Po, me kë? Me kë? Pritë që këse. Merita ndocin. Po si. Ska që të gjeni Rikun të paktën, lere, mos e vërë më nëse. Nuk e gjeta. Jo, se ke gjetur, jo, po pritë se Frederik Ndoci s'ka këndu në jerë me motrën, tani mos më që ditë. Ose se di unë. Po flasë për ca motrat të tjera, që... Motrat të bëhu vasionër. Kush nga? Motrat të bëhu vasion. Motrat, jo. Pse e përjashton ti, pse e ka që sigurt? Oj, nuk ke për të fituar kështu ti? Jo, me ju s'fitoj unë, jo. Në fakt ishte Frederik Ndoci dhe Irma Libahova. Irma Libahova. E, shikon? Po. Besosë me ju dhe në rështat fitojnë gjithë. Deri në 7. Deri 7, pas të fiton njëri. Edhe me nuk umbet njëri. Jo, nuk umbet njëri. Se marim knajsi. Dëgjo, të presim një ditë para zgjedhjeve të na marrësh telefon, dakord? Jo, i bjet në marrë 2 ditë para zgjedhjeve. Për zotin, une jam shtab elektorale, jam shumë i zonën, edhe nuk do të marrë veç unë njëk dhe në orën 7, tashin 7 qona adat. Elman, dëgjo mua, të premten, që i bjet data 9 maj, është heshtja zgjedhore. Kështu që ti, do na marrësh telefon pa tjetër. Se është heshtja zgjedhore, pra nuk merresh, qa ke bo, e ka bo deri në atë moment. Je ka punem. Lërej do merret me njerëzit e tjetër. Ikë, me një stilolaps të kuqe dhe në nënvizoj. Ja, të kuqja, vetëm ju. I thëm ati s'ka parë liot, se të shka ti në mrejnë botat s'ka parë. O, ati doli ti, të Sulemani, shko se të pret Sulemani. Jo, do qënë nga Berati ti në mrejnë botat që s'kem gjithë demokratët me në muë. Mirë, miru pafshim. Falemderit. Ishte këna si, po ami qikë shaka. Gjithashtu, falemderit. Mos nga mojnë për tërës tjeret. Urojmë që ja. Kjo quhet shaka elektorale. E kaloshin shumë mirë. Ja kalofsh bukur edhe ti, fundjavë të bukur e të mbarë në vazhdim. Si, është i këndshëm. Shumë edhe është edhe i zgjuar, i rafinuar, ironik. Ka këtë sarkazmë në ironinë, shumë. Se mendoja ndonjëherë që mund të bënim shaka kështu elektoral. Po ja ndodh ka gjithmonë një herë të parë. Jemi në kuadër të fushatës elektorale, normal që edhe ne do përshtatemi, do na burojnë vetë ato. Jo, po ta imponon, pa foto me Trumpin, tha, firmos me blu. Ku e di ai me firmos Trump? Alo, mirë mëgjes. Që mirë. Mirë, si u gdhive? O, i lirë, mu i lirë si e. Mirë je? Mirë. Ja, vësim ka lita të vdekje. Mi ba, a që bënë se u kam sanë të vdekje, e tha, 3 vjetë të më qani, 5 vjetë të më shani, 3 vjetë të më dhoni, si gjuar, që në gjithë të shuë që mali, tullë, shpat të përshkogën, ta rasë. Kemi pak të vështirë ta shquajmë lirë se çfarë je duke thënë, megjithatë nëse ke ndonjë ide se çfarë mund të jetë përgjigjja e pyetjes sot, ose nëse do të dëgjosh këngën, na thuaj. Po këngën do? Po. Këngën të dëgjojmë. Dëgjoj. Faleminderit, po. Faleminderit. Shqipëri o vendin. Nuk e di se ç'bëjnë këta lart e regjia, kanë mendjen tek emisioni apo jo. Pra. Një faj kërkoj ti dhe erës ja besuam në ndjenjën ton ma preku ëndra ati a ishte një trill hamarëzi një puthje doja unë një puthje doje ti dhe erës ja besuam Frederik Ndoci. Frederiku ishte? Jo. Pas mund vëmë në 2 herë resh të Rikun. Jo, nuk ishte Frederik. Vele. Faleminderit i lirë. Me shkoni pas emrit. Jo, nuk ishte Frederik Ndoci. Të përshëndesim i lirë, faleminderit që telefonove. Pas emrit. Të ndihmojmë për gjetur emrin. Me shkoni pas emrit. Por kush ishte? Me çfarë fillon emri? Kush ishte këngëtari të ndihmojmë që Mateos Froku. Ha, Mateos Froku. Ke ndonjë ide? Ka qenë Mateos Froku i lirë, nuk të ndihmojmë dot se e kemi zbuluar tashmë, kështu që na vjen keq. Të përshëndesim. Faleminderit.
Interesant, që kishe, më ne të regoj edhe njëra të spotës zgjedh njëri sot, o profesor. Po nga që është me kështu pra. Është me Kam disa unë, pa jo ishte më... Jep më mollë Kam disa. që kene dorë. Do t'a them prap. Tu i dhe. Po jo, e thash një që kuptimi ka. Pse shoferi i autobusit i jep 7 kokra mollë Sarës? Dhe që lidhje ka doktori këtu? Ja, po duhet bësh dhe parantezën që të dy ishin të dashuruar me këtë E Sara. po mirë këtë e morën vesh vetë ata. Dy Alo, veta. mirëmëngjes. U mërzit. Mërzit. Dy veta të dashuruar, njëri doktor, tjetri shofer autobusi, me vajzën me emrin Sara. Shoferi autobusit kur vendos të ikin në një udhëtim, i jep 7 kokramol Sarës dhe i thot kujdes, merri këto 7 kokramol. Përse ja dha këto 7 kokramol Sarës shoferi autobusit? Është e thjesht. Pik pyetje. Është e thjeshtë. Alo, mirëmëngjes. Si më gdit? Mirë, si u gdhive ti? Mirë, sa ki vja më t'i da. Po shqyra që erdhe, se na kështë munguar. Sakibe, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Flori, Urdhro. ku jemi nëne? Po jam nëne këtu. Këtë ka në aty? Faleminderit, si ke qënë ti Sakibe? Jo kam shumë gjallë, pra nda jo them kështu. Faleminderit, po ja, edhe ne na gëzon, na knash. Do të kishim më shumë gjanë në qoftë dhe ulje zërin televizorit. Po, tjetër. Faleminderit. Që të flasim kështu. Dëgjoj, Flori, kur flasim me ju emocionohemi edhe kështu që harrojmë me ul Po televizorin. jo, po lëri më këto që Po ne u bëm tanë ato Sakibe, ne jemi tanë. tanë tani, si, ne Që diskuton ato? rëzjohemi çdo mëngjes me njëri tjetrin si. Flasim po thuajse. Për dit ju ndjek, për dit. Faleminderit. Shtoni jetën në shtoni. Oh, faleminderit. Ishte pak e egzageruar, por gjithsesi faleminderit. Jo, është realitet, unë zime të bëhë kështu. Furçe. Kot më kot. Je e bëj. Sa e mirë je. Faleminderit, je shumë e mirë. Po me shëndet, mirë ke qenë. E diti. Pa, kam. Kam gjanë, po Sa është gjë kjo me doktor sot? Me doktora Adamudhin. Më mirë që s'ma gjen njëri ma kursyet një ditë. Po ç'ke se ta gjej unë pastaj. jam e kështu, jam e lodhur nga kjo smundja dhe prandaj s'ju kam. Po prit pak. Unë do ta jap këngën, por në fakt ka një lloj lidhjeje kjo pyetja e Florit me këtë gjendjen e gripit ose kur jep ai qef ose se ka një shprehje. E ka gjetur Fredi nga Që ka Kuçova. lidhje molla me doktorin. E ka gjetur Fredi nga Kuçova. Molla është, Mban larg po mban larg çdo lloj smundje. Një Ose- doktorin. ta gjeti profesor, ta gjeti. Bravo. Sepse unë e konsumoj vetë çdo ditë. Po E ka pra, gjetur në... kjo ishte përgjigja. Kjo ishte përgjigja e profesor Florit. Molla i dha 7 moll sepse për 7 ditë do mbaj doktorin larg. Po edhe Fredi nga Kuçova ka shkruar që e mban Sepse molla mban larg doktorin. Bravo, në ditën kohë e keni Bravo. gjetur. Shumë e drejtë. Shumë bukur tani kënga. Po. Thuaj. Sa e gjuar Sakibe, e gjetur direkt. E ke gjetur Po, e Sakibe, ke bravo. gjetur. Shumë prandaj dita. E shikon, pra që e vetëm pak përqëndrim e gjen të dyja, faleminderit. Patjetër. Faleminderit Sakibe. shumë. Faleminderit e dashur. Faleminderit që komunikova me ju, ju dua shumë. Ishte shumë kënaqësi edhe për ne, shqyr që je mirë edhe urojmë t'jesh edhe më mirë. Dhe fundjavë të mbarë edhe bukur. Çdo bëjmë tani o profesor që bëfshim lëmë Si shumë. është do bëjmë, kemi plot për të bërë. Kemi, Ka a? ardhur ai, A ju? mjeshtri. Erdhje? Po, ka ardhur, është bërë gati, është krehur si jo më mirë, në super form duket sot, djena ka bërë Pas ka i pak parashikimin një ricep. mujor, sot besoj do kemi një editor, do ta kemi editor të përmbledhur të fortë. Jo, i kemi e kështu fundjavor. Fundjavor, Po se kemi kështu. Po Ke dhe na shumë- përshëndesesh ke apo shumë jo? të drejtë, por me çfarë duhesh ti me një këngë? Me që duash? Përshëndet profesorit, me Agim Poshkën. O, Ka filluar nuk i të jetë- dash më këti Ka Agim filluar të Poshkën. jetë obsesion imi ditëve të fundit.